në këtë moment nuk pranoj pyetja as të kolegës tonë, Ambroz Xhameta. Padyshim që mënyra se si po operon kryeministri Rama dhe mënyra se si po operon parlamenti rezulton që kjo qeveri ka humbur çdo logjik. Dhe përveç faktit që është e zhytur në korrupsion, po humbe dhe mënyrën e komunikimit dhe mënyrën e prezantimit të paktën me shqiptarët, sepse me europianët në pikpamjen time edhe raporti OSTV Odirit, por edhe njëkohësisht edhe raporti progres të raporti i fundit i paraqitur në lidhje me zhvillimet e demokracisë dhe njëkohësisht edhe me zhvillimet politike në Shqipëri, tregon se situata është alarmante. Por a duhet opozita, zoti Gjoni, në këto momente që edhe ju po i komentoni, të jetë një lloj fasade edhe kësaj mazhorance duke qëndruar në parlament, apo duhet të ketë radikalizim, duhet të ketë një reagim qoftë i deputetëve të opozitës, por gjithashtu edhe të qytetarëve një organizim, ndoqëm edhe fjalën e zotit Berisha ditën e sotme, që tha se tashmë do ngrihet edhe foltorja ku qytetarët, por jo vetëm edhe deputetët e opozitës do të ngrenë fjalën e tyre përpara Këshillit të Ministrave. Pra duket se ka një lloj lëvizje pasi që në shtator kur nisi edhe ky sesion i ri parlamentar, vetëm një herë i kanë dhënë të drejtë opozitës për një çështje të caktuar. Të gjitha kërkesat e tjera janë refuzuar dhe nuk është marrë në konsiderat. A mund vijohet edhe 4 vitet e tjera me këtë arrogancë kartonash të Ramos? Padyshim çështja edhe pyetja të cilën ti ngre dhe me të drejtë kryetari i Partisë Demokratike ka dalë një konferencë të gjatë për shtyp sot në lidhje me gazetarët. Situata ka agravuar në vijat e kuqe, sepse që në hapat e para të parlamentit dhe që në ditët e para kemi që nga momenti kur është hapur parlamenti në fillim të shtatorit deri sot nuk është zhvilluar një seancë rregullt plenare, për arsye sepse mazhoranca e ka të pamundur të rrijë në debat dhe të qëndrojë për krah mënyrës se si duhet të zhvillohet seanca parlamentare dhe në përputhje me rregulloren e parlamentit, për një arsye shumë thjeshtë, sepse argumentet e opozitës janë argumente të cilët godasin në plagë në lidhje me nivelin e korrupsionit, në lidhje me nivelin e papunësisë, në lidhje me nivelin e infrastrukturës, në lidhje me nivelin e emigracionit dhe gjithçka tjetër e cila sot është krijuar. Kjo qeveri është një problem për shqiptarët. Dhe padyshim pjesa tjetër që nuk lën edhe atë mundësi të vetme e cila Partia Demokratike dhe opozita në tërësi kanë në parlament, vetëm mekanizmin e shprehjes të qëndrimeve dhe të diskutimeve, por edhe dhënieve të rrugëzidhjeve të cilët mund të jenë për shqiptarët, e ka bllokuar në mënyrë totale. Dhe rruga e vetme në këtë moment mbetet radikalizimi i opozitës dhe dalja në protesta. Edhe unë sot ndodhem që në mëngjes në qytetin e Lezhës, në kontakt me qytetarët e Lezhës, me strukturat, me banorët për të shpjeguar në lidhje me rrethanat në të cilët ndodhet sot situata në parlamentin shqiptar, por edhe situata politike në tërësi. Por sigurisht edhe në parlament është disi